Edhe qytetarët e Patosit kanë kundërshtuar mundësinë që bashkia e tyre të preket nga riorganizimi i ri administrativ duke ju bashkuar Fierit. Qyteti i naftës dhe intelektualëve nuk meriton t'i preket identiteti dhe dinjiteti, kanë pohuar ata duke kërkuar nga qeveria që të heqë dorë nga çdo plan që prek bashkinë e tyre. Patosi ka patur institutin më të madh shkencor në Shqipëri. Ka patur 5800 intelektual. Ka patur mbante 50% të buxhetit të shtetit që ha Edi Rama sot. Rama ka patur Patosi. Nuk e ka patur Roskoveci. Prandaj unë jam kundra asaj edhe nuk mund të bëj reformën Arbër Mazniku, që se njeh fare Patosi. Nuk e njeh absolutisht fare, ai s'di si ç'bëhet. Jam kundra edhe në qoftë se arrihet kjo që të bëj bashkimin, mos të vinë me këtu. Unë jam socialist i vjetër që në kohën e Fatosnalës. Kjo është gafa më e rëndë për mua. Pse? Bile jam dhe vend dali këtu, dhe më papatem këtu ka qenë toka ime. Sepse Patosi qenda më ashtu fuqishme e naftës industriale në Evropë. Sipas qytetarëve, çdo ndryshim i statusit administrativ të Patosit do të ndikonte negativisht në zhvillimin e qytetit dhe në përditshmërinë e tyre, pasi do t'i mbante larg shërbimeve. Ne do ngrijemi për certifikatove në Fier, e duam këtu, dhe ato tëra janë këtu në bashkinë e Patosit. Për shembull jam i valid. Prezot në Fieri unë pas pata njëri të ditë, të duhet bashkia këtu të kesh. Gjithë zona e Patosit është shumë e hapur. Dhe po ta marri Fieri nuk e përballon, sado fshatrat jemi ne, unë që jam në fshat atje, nuk pres në ingjes të vete në Fier me kaq kilometra të zgjidhni problem. Sa larg është fshati juaj nga qendra e Fierit? Po nga qendra e Fierit është rreth një 15-16 kilometra. Ne akoma edhe me bashkinë e Patosit ka disa gjëra që jemi edhe të pakënaqur, sepse ka ca probleme që nuk i zgjidhin dot. Jo që qyteti Patosit gjithmonë ka qenë gjithmonë pro Parti Socialiste. Dhe nuk e prishim ne qytetarët e Patosit na ndëshkonte Partia Socialiste. Si t'jetë më e mira le të bëhet? Nuk diskutohet, shteti, qeveria e din këtë punë, por ne si qytetar, do të thonë ishte më mirë këtu. Për ne. Po tani, si t'jetë më e mira, le të bëhet. Edhe vetë socialistët votues tradicional të Partisë Socialiste i kanë konsideruar gafa ndryshimet e parashikuara nga reforma e re territoriale.